Pastruesja Vera Lindström donte vetëm të shkonte në shtëpi atë pasdite në Birger Jarlsgatan në Stockholm. Trupi i dhemte, koka ishte e mbushur dhe ajo mendonte për autobusin të mbushur. Por ajo u ndal sepse, mes zhurmës së makinave, dëgjoi një të qartë të vogël. 2 vajza, binjake, krejtësisht të vetme dhe të humbura. Dhe megjithse nuk i njihte, ajo vrapoi matan rrugës dhe ndaloi pranë atyre fëmijëve. Ajo që Vera nuk mund ta dinte ishte se babai i vajzave quhej Fredrik Bueno de Miranda, një miliardar i ftohtë që nuk kishte lejuar kur askënd pranë vajzave të tij. Por më e keqja nuk ishte ajo. Më e keqja ishte ajo që ndodhi disa minuta më vonë, kur të 2 vajzat pan Verën, u ngjitën pas saj në mes të rrugës dhe bërtitën një fjalë që askush në atë familje nuk e kishte dëgjuar prej vitesh. Mami. Dhe ajo që bëri Fredrik më pas, ndryshoi jetën e tyre përgjithmonë. Historia jon ka udhëtuar gjatë. Nga po na ndjek sot? Ndajeni në komente. Birger Jarlsgatan ishte e mbushur me makina atë pasdite. Vera Lindström doli nga ndërtesa e zyrave dhe i zvariste këmbët pas saj. Uniforma e kuqe ngjitej pas shpine nga djersa. 28 vjeç dhe trupi i saj protestonte tashmë si ai një 70 vjeçareje. Ajo kishte pastruar mbi 20 zyra gjatë turnit të saj. Fila kafeje të thara mbi tavolina, tualete drejtorësh, dritare plot me gjurmë gishtash. Tani ajo donte vetëm autobusin, një pjatë me qofte me patate dhe shtratin e saj. Ishte atëherë kur dëgjoi një të qartë të ulët, pothuajse të mbytur nga zhurma e makinave. Vera u ndal. Në anën tjetër të trotuarit, 2 vajza të vogla ecnin dorë për dorë. Me kaçurela bjond, flokët e lidhura me shirita të bardhë mëndafshi, këpuc lak, fustane që me siguri kushtonin më shumë se paga e saj për 2 javë, dhe faqet e tyre të lagura nga lotët. Ajo shikoi përreth. Asnjë i rritur. Asnjë vështrim i shqetësuar nga një nën. Asnjë. 2 vajza 5 vjeçare krejtësisht të vetme në mes të Birger Jarlsgatan. Zemra e Veras u shtrëngua aq fort sa nuk mendoi fare. Ajo vrapoi matan rrugës. Një djalë me makinë ushqimi bërtiti dhe mallkoi, por Vera bëri sikur nuk pa asgjë. Ajo ju afrua 2 të voglave dhe u përkul në gjunjë për t'u niveluar me to nimani. Qetësohuni. Askush nuk do t'ju qortoj. Më tregoni çfarë ndodhi. Vajza me fustanin e verdhë gëlltiti një piskam. Vajza me fustanin e kuq e shtrëngoi më fort dorën e motrës. Ne e humbëm babin. Ai na tha të rinim pa lëvizur. Tjetra plotësoi, zonjush, ne shkuam vetëm pak hapa më tutje. Vera përkëdheli faqen e lagur të vajzës me fustanin e verdhë me gishtin e madh. Dora e ashpër, plot shenja nga detergjentët, duke i gjigante pranë asaj fytyre të vogël. Zonjush. Ne jemi ato që flasim. E kuqja murmuriti me inat. Vera gati qeshi. Vërtet? Si quheni atëherë? Valentina, tregoi vajzat e motra e saj. Dhe unë quhem Aleksandra dhe nuk qaj. Po qanë, tha tjetra. Në rregull atëherë, Aleksandra. Vajzat shikuan njëra tjetrën në atë mënyrën e veçantë që binjakët e bëjnë. Aleksandra hezitoi për një moment, por u dorëzua. E jani këtu. Vera zgjati të dyja duart dhe vajzat ju kapën atyre. Në anën tjetër të rrugës qëndronte një karrocë e vjetër për kokoshka, e atij llojit me rrota druri. Makina e aluminit fërshëllej dhe era e gjalpit përhapej në të gjithë lagjen. Vera i çoi vajzat atje. Një qese, ju lutem. Plaku pas karrocës, me dhëmbë të rrallë, shikoi vajzat dhe buzëqeshi. 2 princesha të vogla. Do të jetë me tepric. Valentina fshiu fytyrën me pjesën e pasme të dorës. Aleksandra mbeti e dyshimt, por sytë e saj ishin ngjitur te qesja. Vera pagoi me paratë e ushqimit për atë ditë, pa hezituar. Ajo ul me të dyja në një shkallë mermeri jashtë një shtëpie të bukur, uniforma e zbet blu pranë fustaneve të vogla të markës, 3 qese kokoshkash, një pamje e çuditshme në mes të Birger Jarlsgatan. Qetësohuni, është vap. Aleksandra e shpoi kokoshkën me gisht. Valentina tashmë kishte futur një grusht të tërë në gojë. E mirë, apo jo? Valentina tundi kokën. Babi nuk na lejon të ham kur kokoshka rruge, tha Aleksandra pak e neveritur. Ai thot se është e keqe për stomakun.
Dëgjoni, babi juaj me siguri ka të drejtë, u përgjigj Vera me kujdes. Por një herë, një ditë e veçantë, pak kokoshka nuk bëjnë dëm. A është sot një ditë e veçantë? Vera e shikoi. 5 vjeç dhe fliste si një e rritur e vogël. Sot është dita kur u njohëm me njëra tjetrën. Për mua është e veçantë. Valentina buzëqeshi. Një buzëqeshje me faqet plot kokoshka. Dhe pastaj ajo vendosi kokën e saj të vogël në shpatullën e Veras, sikur e kishte njohur gjithë jetën. Vera u ngurtësua. Shpatulla e saj, e mësuar vetëm me peshën e furçave dhe kovave, tani kishte një kokë të vogël bjond që pushonte atje. Dora e saj lëvizi ngadalë me kujdes drejt flokëve të vajzës. I përkëdheli, gati e frikësuar. Në anën tjetër të rrugës, dikush bërtiti. Një burr në panik. Valentina, Aleksandra. Të tre ngritën sytë njëkohësisht. Një burr i gjatë me kostum të shtrenjtë, xhaketë e zbërthyer, kravat anash, po vinte me vrap. Fytyra e tij ishte e kuqëremtë, flokët e thinjur në tëmth të çrregullt dhe sytë e hapur. Aleksandra i ra qesja me kokoshka. Është babi. Valentina u ngjit pas krahut të Veras, fort, dhe e fsheu fytyrën pas uniformës blu. Nuk dua të shkoj. Vera shikoi vajzën, shikoi burrin që vraponte mata në rrugës, shikoi gishtat e saj që ishin ende në flokët e Valentinës. Fredrik Bueno de Miranda erdhi duke pshërtir. Një taksi ishte gati ta godiste në mes të rrugës. Bërtiti me zë të lartë dhe e mallkoi nga xhami. Fredrik nuk e vuri re. Shikimi i tij ishte i fiksuar te dy vajzat që rinin ulur në tokë dhe hanin kokoshka rruge me një grua me uniformë blu. Lehtësimi u shndërrua në zemërim, shumë shpejt. Ai kapi krahun e Aleksandrës para se të thoshte ndonjë gjë. Largohu prej tyre, tani. Zëri i tij ishte i ngjirur, i ulët, ai lloj që lëndon më shumë se një britm. Vera u ngrit. Dora e saj kërkoi Valentinën, e cila nuk donte ta lironte. Ule zërin, plako. Unë nuk po flas me ty. Jo, por me mua do të flasësh tani. Këta fëmijë po qanin në mes të trotuarit. Krejtësisht të vetëm. Lëshoje. Valentina filloi të qaj me zë të lartë. Aleksandra e shtyu dorën e babait të saj. Babi, mjaft. Fredrik pulsoi. Ai e liroi kapjen, mori një gjysmë hapi prapa, i hutuar. E dashura ime, doja vetëm. Po e lëndon. Aleksandra tregoi krahun e saj. Nuk kishte asnjë shenjë, por gjurmët e gishtave të tij ishin ende të dukshme, pak të kuqëremta. Fredrik shikoi dorën e tij sikur nuk ishte e tija. Nuk doja, Aleksandra. Babi, ne po të kërkonim ty kërkuam gjithandej atje lart. Ti nuk ishe askun. Unë isha në një takim, e dashura ime. Ju thash të prisnin. Ti je gjithmonë në takime. Fjala e goditi Fredrikun në gjoks. Ai u ngri në mes të rrugës. Një menaxher zyre kaloi, hodhi një vështrim të shpejtë skenës dhe shpejtoi hapin. Një çift kaloi rrugën pa u interesuar. Valentina vazhdonte të rinte ulur, e ngjitur pas uniformës së Veras, dhe qante në heshtje. Aleksandra kryqëzoi krahët mbi gjoks. Vera mori frym ngadalë. Nuk donte të përzihej, por nuk kishte ndërmend të largohej andej me një fëmijë që qante në skajin e pantallonave të saj. Më falni, po them një gjë? Fredrik e shikoi. E shikoi siç duhej. Ajo ishte e shkurtër, flokë të errët të mbledhur në një nyjë të thjeshtë, thonjë të shkurtër, uniformë me njolla nga pastruesit. Një grua krejtësisht e zakonshme, një nga ato që ai takonte çdo ditë në ashensorin e shërbimit. Thuaje. Ti je i frikësuar, apo jo? E kuptoj, edhe unë do të isha e frikësuar. Por bërtit mua, jo atyre. Ato janë shumë të frikësuara. Fredrik nuk dinte çfarë të thoshte. U përkul në mes të rrugës, me kostumin e tij, me gjunjët në gurin e pisë. Rreshtimi i xhaketës së tij të lirit mori pa pastërtit, por ai nuk u kujdes fare. Të dashurat e mia, më falni. Aleksandra nuk u përgjigj. Valentina ktheu pak kokën dhe pa nga babai i saj përmes palosjeve të uniformës së Veras. E dashura ime, babi bërtiti fjalë të shëmtuara. Nuk do të kisha bërë. Më falni. Në rregull.
Ti bërtite tek Elsa dje gjithashtu, tha Aleksandra. Dhe të shoferi. E di, e dashura ime. Nuk më pëlqen kur bërtet. E di. Elsa qau në kuzhinë. E pash. Fredrik mbylli syt për një moment. Do t'i kërkoj falje Elsës kur të kthehemi në shtëpi, në rregull? Aleksandra i hapi krahët pak pa dëshirë. Vetëm pak. Valentina e liroi Verën me njërën dorë dhe ngadalë, me kujdes, zgjati gishtat e saj drejt babait, sikur po provonte nëse soba ishte e nxehtë. Fredrik i mori ato gishta të vegjël midis dy duarve të tij sikur të ishin prej kristali. Ai fërkoi qafën, shikoi vajzat e tij, shikoi gruan, shikoi qesen e kokoshkave të ngrënë për gjysmë në tokë. Faleminderit, tha ai i thatë, pa e takuar vërtet vështrimin e Verës. Unë do të kujdesem tani e tutje. Nuk kishte nevojë, u përgjigj Vera njësoj. Ajo u përkul për t'u larguar nga vajzat. Përkëdheli flokët e Valentinës, hoqi një fije floku nga fytyra e Aleksandrës. Shkoni me babin tani. Ai po ju kërkonte. Edhe ai u friksua. Po vjen me ne, pyeti Valentina me zë të trishtuar, pa e parë Verën. Vera u ngri. E dashura ime, nuk mundem. Dua zonjushën. Valentina filloi të qaj. Babi, dua zonjushën. E dashura ime, zonjusha ka jetën e saj. Dua zonjushën. Pastaj ndodhi. Ata e lëshuan babain, vrapuan drejt Verës dhe i përqafuan të dyja këmbët e saj aq fort sa ajo gati humbi ekuilibrin. Valentina e fsheu fytyrën në barkun e Verës. Aleksandra u shtyp kundër belit të saj me një kapje që vetëm ai që ka frikë se mos ndahet mund ta ketë. Dhe aty, në mes të Birger Jarlsgatan, plot me njerëz, ato bërtitën me zë të lartë, mami, mos shko, mami. Mami, qëndro. Një grua me pantallona kostum të zi që kalonte me celularin në vesh u ndal. Një djalë i ri në një skuter elektrik frenoi. Plaku me karrocën e kokoshkave e mbajti lugën në ajër. Vera qëndroi me gojë hapur, dora në ajër, nuk dinte ku ta vendoste. Donte të shpjegonte. Donte të bërtiste se ajo nuk e kishte kërkuar këtë. Donte të thoshte, nuk isha unë. Nuk thash asgjë. Nuk e di nga erdhi. Ajo shikoi Fredrikun sikur kërkonte ndihmë. Fredrik ishte i zbeth. I zbeth si leckë. Goja hapur, vështrimi i tij i fiksuar te vajzat e tij, te ajo përqafim, te ajo fjalë. Mami. Një fjalë që nuk ishte shqiptuar në atë familje për 5 vjet. Që nga dita kur Valentina dhe Aleksandra erdhen në jetë dhe nëna e tyre i mbylli syt për të mos i hapur më. Ato kishin parë vetëm foto. Nuk i kishin thënë kur askujt më parë. Dhe tani qëndronin aty dy vajza të vogla dhe i bërtisnin mami një pastrueseje. Vera hapi gojen për të shpjeguar. Asgjë nuk doli. Fredrik bëri një hap përpara, por u ndal. Dora e tij dridhej. Vera ndjeu diçka të ngrohtë të rëshiste poshtë faqes së saj. Kur e vuri re, ishin lodh. Fredrik qëndroi në mes të trotuarit dhe pa vajzat e tij të ngjitura pas një gruaje të huaj. Njerëzit kalonin pranë, shikonin shpejt dhe vazhdonin. Disa pëshpëritnin. Askush nuk interesonte vërtet. Ai gëlltiti. Fyti i tij ishte plotësisht i thatë. Të dashurat e mia? Zëri i tij ishte i ulët. E jani me babin tani. Aleksandra e shtyu frymën kundër këmbës së Verës. Valentina e fsheu fytyrën më thellë në uniform. Nuk ishte hera e parë që ai dëgjonte të thonin jo në atë mënyrë së bashku. Nuk ishte një rebelim i zakonshëm në një shesh lojrash. Ishte diçka tjetër. Vera u përkul ngadalë. Vajza, më shikoni mua. Babi juaj është këtu. Duhet të shkoni me të. Po vjen me ne, përpëlitet Valentina. Unë duhet të shkoj në shtëpi, e dashura ime. Na merr me vete. Vera shikoi burrin. Burri shikoi atë. Dhe të dy qëndruan aty, parën dakord dhe e kuptuan se do të duhej një marrëveshje. Dy vajzat nuk do ta linin atë këmbë me dhunë. Fredrik u ngrit nga toka, pastroi xhaketën e njollosur. Kostumi i shtrenjtë nuk fshihte më asgjë. Mund t'ju ofroj një udhëtim në shtëpi? Nuk ka nevojë. Po, ka.
Ti bëre vajzat e mia të ndalonin së qari. Unë nuk munda. Kjo ja vlen një udhëtim. Vera shikoi orën në cep të rrugës. 10 minuta e 7. Autobusi i saj kishte ikur tashmë. Tjetri do të vinte pas një ore. Nëse merrte të fundit do të ishte në Rinkebi gati në mesnatë. E ëma do të shqetësohej. Një udhëtim. Vetëm derisa të qetësohen, tha ai. Vetëm derisa të qetësohen, përsëriti ajo. Të dy gënjenin tashmë pa e ditur. Makina erdhi e heshtur, e zezë dhe e madhe me xhama të errësuar, e atij lloji që e sheh por nuk e vëre. Një shofer me xhaket gri hapi derën. Valentina hyri e para dhe e tërhoqi Verën për dore pas saj. Aleksandra e ndoqi. Fredrik eci rreth makinës dhe u ul në anën tjetër. Brenda kishte erë lëkure të re dhe ajër të ftohtë të kondicionuar që bëri Verën të dridhej. Një ekran i vogël ishte në pjesën e pasme të sediljes së përparme. Vera e mbajti çantën e saj fort në prehër, e friksuar se makina do të mbyllte derën dhe do ta gëlltiste të tëra. Ku po shkojmë, doktor? Fredrik shikoi vajzat e tij, një në secilën anë të Veras, ato mbështeteshin pas saj si pas një jastëku. Në shtëpi, pastaj në Rinkebi, tha Vera shpejt. Pranë sheshit. E dini? E di, zonjë. Qetësi. Makina doli në rrugën drejt Stermalm. Valentina i mbylli sytë që në semaforin e parë. Aleksandra i rezistoi më gjatë, por edhe ajo ju dorëzua gjumit të semafori i dytë. Të dy kokat e vogla pushonin mbi Vera, një në secilën anë. Në pasqyrën e pasme, ajo e pa atë. Fredrik rinte me fytyrën nga xhami anësor, por xhami pasqyronte fytyrën e tij. Sy të kuq. Një lot i vetëm i madh që bënte rrugë poshtë faqes. Ai e fshiu shpejt me pjesën e pasme të dorës. Nuk shikoi as prapa, as Verën. Ajo uli shikimin dhe rregulloi flokët e Valentinës. Makina vazhdoi. Shtëpit u bën më të larta, muret më të bardha dhe portat më të zeza. Vera shikoi nga dritarja dhe pa një shtëpi me një portë që dukej si një portë kalaje. Ajo shikoi përsëri. Ishte ajo shtëpia. Porta u hapa pa zë. Ajo u hap pa asnjë zhurmë. Mbërritëm. Fredrik doli i pari dhe mori Valentinën në krah. Vajza përpëlitej në gjumë. Fredrik e mbuloi me xhaketën e tij prej liri, ende të njollosur nga trotuari. Vera mori Aleksandrën. Vajza nxirrte një erë të ngrohtë dhe të vogël në qafën e saj. Përshtjelloi pak mbi uniformë. Verës nuk i interesoi. Një grua me flok gri u shfaq në hyrje. Përparse, peshir kuzhine mbi shpatull, vështrim i shqetësuar. Doktor Fredrik, faleminderit Zotit, isha gati të thërrisja policinë. Elsa, gjithçka është në rregull. Ata ranë në gjumë. Elsa shtrëngoi qafën për të hedhur një vështrim brenda makinës. Sytë e saj u ngushtuan pak kur pa Verën me Aleksandrën në krah. Zonja erdhi me ju? Po, erdha. Vera u përgjigj e turpëruar. I çova në shtëpi. Elsa kuptoi para se të dëgjonte pjesën tjetër. Ajo ju afrua derës së makinës. Faleminderit, vajza ime. Dili. Vera doli. Këmba e saj ra në një dyshe me mermeri aq të shndritshme sa ajo pas në akersin e saj të konsumuar të pasqyrohej aty. Tapeti në korridor ishte më i butë se dysheku i saj në Rinkebi. Kati i dytë, dera e parë në të djathtë, përshpëriti Elsa. Vera u ngjit shkallët me Aleksandrën në krah. Çdo hap ishte një hap në një jetë tjetër nga e saj. Aty lart, Fredrik kishte vënë tashmë Valentinën në një nga krevatet roz. Ai i kishte hequr këpucët prej lake me një kujdes që Vera nuk e priste. Ai i bëri shenjë krevatit tjetër dhe Vera e uli Aleksandrën. Të dyja flinin thellë, faqet roz. Fredrik e shikoi Verën. Duhet të flasim poshtë. Dhoma e ndenjes ishte tepër e madhe. Vera qëndroi në këmbë, nuk dinte ku të ulte. Çdo divan dukej si një ekspozit muzeu. Ulu, vajza ime. Do të sjell kafe. Elsa hyri me një tabaka. Kafe e zezë, si mite të ngrohta me djath, gjallë në një tas qelçi. Vera e mori filxhanin me të dyja duart. Ajo dridhej pak.
Fredrik u ul në karrigen përballë, liroi kravatën. Dukej më i vjetër tani, i lodhur. Si e ke emrin? Vera Lindström. Vera Lindström nga? Vera Lindström nga Rinkeby. Ku punon? Në shtëpinë numër 15 në Birger Jarlsgatan. Firmë pastrimi. Dhe sa fiton? Vera heshti për një kohë. Ajo shikoi si miten me djathtë. Më falni, doktor, por apo më interrogoni? Nuk kam vjedhur asgjë. Isha duke shkuar në shtëpi nga puna kur gjeta vajzat tuaja në rrugë. Nuk doja të ofendonja. Po përpiqem të bëj një ofertë. Një ofertë? Fredrik nxori frymën. Ai ishte mësuar të vendoste. Ishte e vështirë të kërkonte. Eja të punosh këtu në shtëpi. Si dado, shtëpiake, çfarë të preferosh? Do të paguaj 3 herë më shumë se sa fiton me pastrimin. Ushqim dhe strehim, e lirë të dielave. Dhe ti kujdesesh për vajzat. Vera e zuri si mita me djathtë në fyt dhe u kolli. Elsa erdhi me vrap me një gotë ujë. Po më ofron një punë sepse vajzat e tua më quajtën mami? Po të ofroj një punë sepse kanë kaluar 5 vjet që nga ajo natë kur ato vajza flen një natë të tërë. Dhe ato 2 atje lart po flen tani. Për shkak të teje. Zëri i tij u këput në fjalën e fundit. Vetëm një herë. Por Vera e kuptoi. Doktor, me gjithë respekt, ti nuk më njeh mua. Unë mund të jem çdo gjë. Hajdute, madje edhe më keq. Portieri në shtëpinë time më tha që të pa duke bler kokoshka për vajzat e mia me paratë e tua. Një hajdut nuk shpenzon para për fëmijë të huaj. Vera uli shikimin. Ajo mendoi për nënën e saj. Margareta, 62 vjeç, diabeti i pakontrolluar, ilaçe të shtrenjta. Ajo mendoi për qiran e studios në Rinkeby, 3 muaj me vonesë. Ajo mendoi për motrën e saj më të vogël, Jessica, që kishte lënë shtëpinë dhe nuk ishte kthyer. Ajo mendoi për shpinën e saj që i dhemte çdo mbrëmje. Pastaj mendoi për vajzën me fustanin e verdhë që flinte atje lart me një këmbë zbathur jashtë mbulesës. Ajo ngriti mjekrën. Një kusht? Thuaje. Ti nuk bërtet kur me mua. As edhe një herë të vetme. Atë ditë që bërtet me mua si që bërtite në Birger Jarlsgatan, atëherë unë e paketoj çantën time dhe shkoj në shtëpi. Dhe asnjë sasi parash në botë nuk mund të më ndaloj. Fredrik e uli ngadalë filxhanin e kafes. Askush nuk i kishte folur ashtu për një kohë shumë të gjallë. Ndoshta kurrë. Në rregull. Dhe një gjë tjetër. Unë kujdesem për këto vajza në mënyrën time. Rroba për të luajtur, vetëm këmbë zbathur, duar në dhe gatim si mite në kuzhinë. Nëse do 2 kukulla porcelani, atëherë punëso dik tjetër. Dhe nëna ime jeton në Rinkeby. Është e sëmur. Çdo të diel shkoj atje, pa përjashtim. Makinë dhe shofer. A është në rregull? Vera e shikoi. Ajo e mendoi seriozisht. Është në rregull. Ai zgjati dorën. Dora e tij ishte e lëmuar, e mësuar të mbante një stilolaps. E saj ishte e ashpër, e mësuar të shtrëngonte leckë. Ata shtrënguan duar. Kur mund të fillosh? Duhet të rregulloj disa gjëra nesër. Të flas me shefin në firmën e pastrimit, t'i tregoj nënës sime. Të mërkurën do të jem këtu. Të mërkurën. Vera u ngrit dhe mori çantën e saj. Doktor, një gjë e fundit. Ato vajza më quajtën mami sot. Nuk u mësova unë. Por nëse nuk do që kjo të ndodhë përsëri, më thuaj tani. Fredrik u vonua me përgjigjen. Ai fërkoi fytyrën dhe shikoi nga shkallët që të çonin në dhomën e vajzave. Ato nuk e kanë quajtur kur askën tjetër kështu. Asnjë dado, asnjë të afërm. Dhe nuk jam unë ai që do t'ua heq atë. Vera tundi kokën dhe eci drejt derës. Vera, faleminderit. Nuk më ke punësuar akoma, kështu që nuk ke pse të falenderosh. Do të shohim të mërkurën nëse kjo funksionon. Fredrik lëshoi një të qeshur të shkurtër. E para për sot. Shoferi e çoi në Rinkeby. Rrugës, Vera shikoi nga dritarja. Birger Jarlsgatan, Stermalm, peizazhi ndryshoi, shtëpit u tkurrën.
Kur makina hyri në rrugën e baltosur të lagjes, fqinjet u ngjitën pas dritareve të tyre për të parë. Margareta e hapi derën me dorën në gjoks. Vajza ime, atë ka ndodhur ndonjë aksident? Jo, mama. Ulu. Duhet të flasim. Dhe Vera tregoi gjithçka që nga fillimi. Për kokoshkat, për ofertën e punës. Margareta dëgjoi pa hapur sy. Kur Vera mbaroi, ajo mori dorën e vajzës së saj. Vajza ime, Zoti nuk gabon kurrë. Shko. Gjatë javës së parë, Vera mësoi më shumë për shtëpinë se sa për vajzat. Në orën 7 të mëngjesit, mëngjes. Dreka për binjakët në mes të ditës, gjithmonë e ndarë nga baba i tyre. Darka për doktorin në orën 8, a i vetëm në tryez, gazeta pranë pjatës, piruni në ajër midis dy titujve. Elsa gatuan. Shoferi drejtonte makinën. Sida pastronte dhomat. Kalli kujdesej për kopshtin 3 herë në javë. Askush nuk qeshte. Nuk kishte gëzim në atë shtëpi. Gjatë javës së dytë, Vera filloi të thyente rutinën e vendosur. Vajza, sot ham mëngjes me pijame. Me pijame? Aleksandra u habi. Elsa tha që duhet të vishemi. Jo sot. Sot është dita e dembelave. Valentina u hodh në divanin e kuzhinës. Aleksandra hezitoi më gjatë, por kur pa motrën e saj duke e zhytur lugën në qumësht me çokoladë, ajo rëshiti nga karrigja e saj dhe erdhi zbathur në kuzhinë. Elsa u mbështet pas bllokut të derës, duke fshehur një buzëqeshje në peshirin e kuzhinës. Fredrik zbriti në atë moment. Kostum gri, kravat blu, celulari i ngjitur në vesh, duke folur anglisht me Dick në New York. Ai u ndal në mes të kuzhinës. Vajzat e tij rinin ulur zbathur në banak, këmbët e varura, mustaqe qumështi. Vera qëndronte në anën tjetër dhe qeshte me gojën plot. Fredrik e ndërpreu bisedën e tij në mes të një fjalie. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, doktor. Babi, shiko, mamaja Vera na bëri mustaqe qumështi. Ai shikoi vajzat e tij. Valentina kishte qumësht që i rëshiste poshtë mjekrës. Aleksandra kishte çokoladë në buzën e sipërme. Shumë bukur, të dashurat e mia. Ulu me ne, babi. Ai shikoi orën. Kam takim në 9:30, e dashura ime. Valentina uli shikimin. Aleksandra vazhdoi të hante, nuk e shikoi as babajn e saj. Fredrik u largua pa pirë kafen. Vera pa makinën duke u zhdukur përmes portës, shikoi vajzat. E dini çfarë do të bëjmë sot? Do të shkojmë në observatori e Lunden. Babi nuk na lejon kur të shkojmë atje. Sot do të lejoj. Në mbrëmje, ai erdhi në shtëpi pak para 8-s. Vajzat kishin ngrënë tashmë darkë, tashmë ishin larë, por nuk flinin. Ato rinin ulur në tapetin e dhomës së ndenjes me lapsa me ngjyra të shpërndara kudo dhe vizatonin. Fredrik u ndal në hyrje, shikoi në heshtje. Babi, thiri Valentina dhe vrapoi. Aleksandra erdhi pas, më serioze. Shiko çfarë kemi bërë. Ishte familja e tyre. Babi me kostum, 2 vajza me fustane, një grua me flokë të errët të mbledhur dhe përparse. Një shtëpi me oxhak, një diell në cep. Fredrik u ngurtësua. Kush është ajo me përparse? Mamaja Vera. Mamaja e vërtet u bë yll, tha Aleksandra pa dram. Kështu që tani mamaja Vera është mamaja jone falco. Vajza, unë nuk jam, u përpoq Vera. Ne e dim, e ndërpreu Aleksandra. Por për ne, ti je. Fredrik qëndroi aty dhe shikoi vizatimin. Flokët e errëta, përparsja, goja pak e shtrembër e vizatuar me laps të kuq. Ai u ul në tapet. Me kostumin e tij të shtrenjtë, me këpucët e tij të lëmuara. Ai i përkuli këmbët e tij të gjata si një fëmijë dhe u ul në tapetin persian që kushtonte 30.000 kurora. A mund të vizatoj edhe unë? Vajzat bërtitën nga gëzimi dhe i shtyn letrat dhe lapsat drejt tij. Ai vizatoi një burr të shëmtuar me kostum me flokë gri. Valentina qeshi. Babi vizaton shumë keq. E di. Shumë keq. E di, e dashura ime. Aleksandra studioi vizatimin me seriozitetin e një 5 vjeçareje. Babi, burri yt i vogël po qesh? Po përpiqem.
Goja është e shtrembër. Kjo sepse babi nuk e mban mend më se si bëhet. U bë heshtje në kuzhinë. Elsa, e cila kishte dëgjuar nga qilarja, mbajti peshirin e kuzhinës para gojës. Vera u ngrit dhe mbështeti duart mbi gjunjët e saj. Do të bëj çokoladë të nxehtë. Dikush do. Unë. Edhe unë, tha Fredrik në heshtje. Sytë e tij nuk e linin vizatimin. Në kuzhinë, Vera ngroi qumështin. Duart e saj dridheshin. Ajo nxori një tenxhere, gati e ra. Elsa u shfaq. Vajza ime, a je mirë? Mirë, Elsa. A i buri atje, tregoi ajo me kokë nga dhoma e ndenjes, nuk është ulur në atë tapet për 5 vjet. 5 vjet. Elsa, unë erdha vetëm për të kujdesur për vajzat. Sigurisht. Vetëm kaq. Jam e punësuar këtu. Edhe unë jam e punësuar, vajza ime. Jemi njerëz para se të jemi të punësuar. Vera uli shikimin, e përzieu çokoladën me lugë. Elsa, nëna e tyre, si ishte? Ishte një engjëll. Bënte mira gjëra njëherësh. Kërcente vetëm në kuzhinë me radio. Do të kishte pëlqyer ty. Vera kafshoi buzën. Ajo e fiku pllakën. Në dhomën e ndenjes, Fredrik ishte shtrirë në bark në tapet. 2 vajzat ishin ngjitur mbi të. Valentina i tërhoqi flokët e thinjur. Aleksandra e kishte lënduar në bark përmes kostumit. Ai qeshi. Qeshi me zë të lartë. Herën e parë në 5 vjet. Vera u ndal në derë me tabakan. Ajo qëndroi aty për një kohë, duke i mbajtur lotët që i ngjiteshin nga gjoksi pa paralajmërim. Gjatë javës së tretë u dëgjua. Klik, klik, klik në mermer. Një tak e hollë me tak të lartë, krejtësisht e ndryshme nga çdo gjë që Vera kishte dëgjuar në atë shtëpi. Kush është, Elsa? E fejuara. Doktori ka të fejuar? Po. Një e marrë, pëshpëriti Elsa prapa. Dera e kuzhinës u hap me forcë. Një grua e gjatë, flok bjond deri në mes të belit. Një fustan bezh që i përshtatej si dorez, një çantë dore që me siguri kushtonte më shumë se makina e shoferit. Lëkura e lëmuar, 33 vjeç që donte të dukej 25. Agate Alcantara de Mora u ndal në hyrje. Sytë e saj përshkuan Verën nga kokat e këmbët, pastaj vajzat e mbuluara me miell, pastaj banakun plot brum. Ajo rudhi hundën. O Zot! Mirëmëngjes, tha Vera duke i fshirë duart në përparse. Mirëmëngjes. Ti e reja? Po, unë quhem Vera. Po, Vera. Dëgjo tani, Vera. Disa rregulla. Kuzhina nuk është vend për fëmijë. Vajzat kanë një dado që të jenë në dhomën e tyre dhe të luajnë me kukulla. Fëmijët në familjet e mira nuk ulen dhe bëjnë rëmuj kështu. Aleksandra ndaloi së trazuar i brumin. Po bëjmë biskota në formë zemre. E dashur, shumë bukur. Por shkoni në dhomën tuaj tani. Zonjusha Vera mund të pastroj. Jo. Agate pulsoi. Çfarë do të thuash me jo? Ajo lëshoi kaçurelën e flokëve që kishte mbështjell rreth gishtit. Ajo la kuzhinën me taka të dëgjuara. Fredrik. Fredrik u shfaq në korridor me celularin në dorë. Çfarë është, Agate? Vajza jote ishte e pasjellshme me mua. Ajo tregoi Aleksandrën. Fredrik qëndroi aty i ngjeshur. Çfarë ndodhi, e dashura ime? Ajo na tha të ndalonim së pjekuri biskota. Unë thash jo. E dëgjove, Agate? Dadoja e lejoi vajzën të më fliste kështu. Agate, janë vetëm biskota. Fredrik, nuk bëhet fjalë për biskota, bëhet fjalë për parime. Ti ke punësuar një grua, Zoti e di nga, për të kujdesur për vajzat e tua. Shiko rrobat e saj. Shiko këtë kuzhinë. Shtëpia jote është bërë një kaos i plotë. Vera e shtrëngoi grushtin më fort rreth përparses. Zonja Agate, unë nuk po flas me ju. Jo, por unë po flas me ty. Vajzat janë duke pjekur biskota. Mielli hiqet me banjë dhe ti bërtet para fëmijëve. Agate e ktheu ngadalë kokën. Fredrik, a e lejon këtë? Valentina filloi të qaj në heshtje. Aleksandra e lëshoi lugën.
Fredrik shikoi vajzën e tij që qau, një gjë që ai kur nuk kishte qenë në gjendje të duronte. Agate, eja me mua në dhomën e ndenjes. Kur? Unë flas me to këtu. Zëri i tij ishte ngritur për herë të parë kundër Agates. Ajo gëlltiti, u rrotullua dhe la kuzhinën me taka të dëgjuara. Fredrik e shikoi Verën, shikoi vajzat e tij dhe u përkul në mes të kuzhinës. Vajza, më falni. Vazhdoni të piqni. Babi, tha Aleksandra duke e parë drejt në sy. Ajo e ka bërë këtë më parë. Bërë çfarë, e dashura ime? Aleksandra e ngriti mëngën e pishames së saj. Ajo tregoi një mavjosje të vjetër, pothuajse të zhdukur, por ende të dukshme. Më kap këtu. Më tha që nëse tregoja, babi do të zemërohej me mua. Fredrik e mori krahun e vajzës së tij me një butësi që nuk i përshtatej dorës së tij të madhe. Kur ndodhi kjo, Aleksandra? Kur ishte këtu herën e fundit? Pse nuk më tregove? Sepse ajo tha se babi do të merrte anën e saj. Fredrik mbylli syt. Valentina u shtyp kundër motrës së saj. Është e vërtet, babi. Unë e pash. Fredrik u ngrit ngadalë. Vera, të lutem përfundo biskotat me to, unë duhet të zgjidh një gjë. Ai la kuzhinën. Vera qëndroi aty. Ajo shikoi dy vajzat. E janë i këtu. I tërhoqi në një përqafim. I shtypi fort kundër saj. Ndjeu zemrën e Aleksandrës që rrite kundër gjoksit të saj. Ndjeu gishtin e vogël të Valentinës të mbështjell në flokët e saj. Zonjush, ti nuk po ikën, apo jo? Pyeti Valentina me pëshpëritje. Jo, e dashura ime. Premton? Premtoj. Elsa hyri në kuzhinë dhe shikoi Verën. Vajza ime, tani fillon lufta e vërtetë. Nga ana tjetër e shtëpisë, britmat e Agates depërtonin nëpër 3 mure. Zëri i saj ngrihej dhe binte duke qarë, kërcënues. Zëri i Fredrikut ishte i thellë, i ulët, nuk jepte shumë. Vajzat dëgjuan gjithçka. Aleksandra kapi peshirin e kuzhinës së Elsës dhe ja vuri në veshin e motrës së saj. Mos dëgjo, vava. Mos dëgjo. Vera i përqafoi më fort. Vajza, ne do t'i mbarojmë biskotat tona. Në formë zemre. Në formë zemre, përsëritën të dyja. Fredrik nuk e la atë ditë. Agate qau. Qau bukur, pa i lyer grimin. Ajo u betua se Aleksandra e kishte goditur krahun në diçka. U betua se i donte vajzat. U betua se gjithçka ishte thjesht një keqkuptim. Fredrik e besoi rreth gjysmën, por diçka midis tyre ishte qarë. Ai filloi të vinte në shtëpi më herët. I kërkoi Elsës t'i thoshte kur Agate ishte në rrugë. Filloi të shmangte restorantin e tyre të preferuar në Vasastan. Dhe filloi, pa e vënë re vetë, të kërkonte Verën me shikim në çdo dhomë. Rutinat e shtëpisë ndryshuan. Vera i zgjonte vajzat me një këngë nga një telenovel e vjetër. I gërshetonte flokët e njërës në një gërshet ansor dhe tjetrës në një gërshet francez. Mëngjes me simite me djathtë të Elsës. Shkolla në Vasastan, rrugës për në shtëpi një ndales në observatorje Lunden, pasditet në tapetin e dyshemes me lapsa me ngjyra. Banjë, dark, përallë para gjumit. Një mbrëmje të martë ajo ishte ulur duke treguar për skogsret për vajzat në dhomën e tyre. Fredrik u ndal në korridor dhe dëgjoi. Dhe pastaj skogsret i merr lugën, e përzien në tenxhere dhe zhduket me një të qeshur. Mamaja Vera, a jeton skogsret në pyll? Në një rëmuj. Kur era përzien gjethet dhe pluhurin, aty brenda është skogsret. Gjyshja ime e tregonte. Gjyshja jote? Gjyshja ime dinte gjithçka, e dashura ime. A ju tregoj ndokush mamaja jonë e vërtet? Vera u ndal. Dora e saj u ngri në mes të flokëve të Valentinës. Unë nuk e njihja mamajan tuaj të vërtet, e dashura ime. Por të gjitha nënat tregojnë për ralla. Babi nuk tregon. Babi juaj tregon në mënyrën e tij. Ai nuk tregon asgjë. Babi punon. Fredrik hyri në dhomë. Të tre e shikuan. A mund të tregoj një tani? Valentina i hapi syt. A mundesh? Ai u ul në buzë të krevatit tjetër. Duke i shumë i madh aty në jashtëkun roz.
Ai liroi kravatën, mendoi. Ish një herë një shofer kamioni. Një shofer kamioni, babi? Një kamion I vjetër që bënte tik, tik, tik në motor. Ai ecte vetëm në rrugë sepse kishte humbur gruan e tij shumë kohë më parë. Vera uli shikimin. Një ditë, në skajin e një rrugë të zhavort, ai pa dy vajza të vogla krejtësisht të vetme. Binjake, pikërisht si ju. Krejtësisht të njëjta. Dhe atëherë shoferi I kamionit u ndal dhe zbuloi se ato dy vajza ishin vajzat e tij. Ai kishte harruar se I kishte. Aleksandra u bë serioze. Babi, a harrove se na kishe ne? Fredrik nxori frymën. Ai u vonua. Harrova të kujtohem, e dashura ime. Nuk është e njëjta gjë, por është pothuajse po aq e shëmtuar. Dhe nëna e vajzave në përrall? Nëna u bë një yll, por ajo dërgoi një grua për t'u kujdesur për to dhe gruaja kishte një uniform blu. Valentina e shtrëngoi mbulesën e saj më fort. Babi, po qanë? Jam vetëm I lodhur, e dashura ime. Aleksandra zgjati krahun e saj të vogël dhe përkëdheli faqen e babait. Një lot I vogël I ngjitet në gisht. Kjo nuk është gjumë, babi. Fredrik gëlltiti, pshertiti, e tërhoqi Aleksandrën në prehër dhe Valentinën gjithashtu. Ai u ul aty për një kohë të gjatë pa thënë më. Vera u ngrit në heshtje, doli dhe I la. Ajo zbriti në kuzhinë. Elsa qëndronte duke larë gotat. Elsa, unë duhet të iki që këtu. Elsa e mbylli rubinetin. Si e kupton? Jam vetëm peng. Ulu. Vera u ul. Elsa I fshiu duart dhe u ul përballë. Vajza ime, a e dëgjuate atë burr atje lart duke treguar një përrall për fëmijët sonte? Ai burr nuk ka treguar një përrall për 5 vjet. Dhe ti mendon se je peng, Elsa? Jam dadoja. Ai është punëdhënësi. Ai ka një të fejuar. E fejuara është vetëm pas parave të tij. Nuk do njeri. Unë kam punuar në këtë shtëpi për 18 vjet, e di. Por nuk di asgjë të sigurt. Ti erdhe për t'u kujdesur për vajzat. Bëje atë. Pjesa tjetër, lëreni Zotit. Vera shtrëngoi dorën e Elsës. Jam e frikësuar, Elsa. Edhe unë jam e frikësuar çdo ditë, vajza ime. Njeriu është I frikësuar, por e bën gjithsesi. Margareta, nëna e Verës, kishte thënë diçka të ngjashme një të diele në rrugën për në shesh. E mbështetur në krahun e vajzës së saj tha, vajza ime, kur Zoti hap një derë, nuk e mbyll atë nga frika për të kaluar nëpër të. Vera shikoi nga dritarja e kuzhinës. Atje lart, llamba në dhomën e vajzave ishte ende e ndezur. Agate I kishte dërguar 3 SMS Fredrikut gjatë darkës. Ai nuk I ishte përgjigjur asnjë. Kjo do të kishte pasoja. Dhe pasojat erdhën 2 ditë më vonë në qendrën tregtare. Të shtunën, Vera I mori vajzat në qendrën tregtare Modh. Fredrik e kishte kërkuar. Ai kishte lënë kartën e tij dhe kishte folur me menaxherin e dyqanit. Vajzat kishin nevojë për këpucë të reja për shkollë. Atlete për gjimnastik, sandale për verë. Valentina kërcente në dyshemen e shëndritshme. Aleksandra e mbante dorën e Veras fort dhe skanonte të gjitha daljet me shikim. Mamaja Vera, shiko atë kukullën. Shikojmë më vonë, e dashura ime. Fillimisht këpucët. Klik, klik, klik. Vera I njohu takat para se të kthehej. Agate po vinte duke ecur në përreshtin e qendrës tregtare. 3 shoqe pas saj, të gjitha të njëjta. Biondela, çanta të shtrenjta, e njëjta parfum. Çfarë rastësie? Vera e drejtoi shpinën. Mirëmëngjes, zonja Agate. Vajza, e jani t'i jepni për ush hallës. Valentina dhe Aleksandra nuk lëvizën nga vendi. Vajza, po ju flas. Nuk duam, tha Aleksandra. Agate qeshi me shoqet e saj. Një e qeshur e holl, e shtirur. A e dëgjoni? Fëmijë të pasjellshëm. Faj I dados. Shikoje uniformën e saj. Shiko flokët e saj. Një nga shoqet, një grua brune që I kishte lyer flokët bjond, pëshpëriti, ajo është nga periferia. Krejt e qartë. 2 të tjerat kikuan. Vera mori frym. Nuk donte të zihej para fëmijëve.
Vajza, po shkojmë te dyqani I këpucëve. Prit pak atëherë, Vera. Agate kapi krahun e Aleksandrës. Lëshoje, tha Vera butësisht. Por zëri I saj nuk u drodh. Çfarë tha? Lëshoje vajzën menjëherë. Shoqet e Agates bën një gjysmë hapi prapa. Ndjen diçka të ndryshme në zërin e Veras. Agate e lëshoi, bëri sikur ishte vendimi I saj. Vera, unë do të jem e sinqert me ty, para shoqeve të mia që janë dëshmitare. Fredrik më ka treguar gjithçka. Po, çfarë? Se ti hidhesh mbi të, se ai është I mërzitur me ty se ishte një gabim të punësonte. 3 shoqet tundën kokën me dhëmshuri të shtirur. Vera ndjeu një të ftohtë që përhapej përgjatë shtyllës kurrizore. Për një pjesë të sekondës, ajo dyshoi. A e kishte thënë vërtet ai? Ajo shikoi vajzat, ishte gati t'u besonte. Atëherë Aleksandra tha, gënjeshtër. Çfarë tha, zonjusha e vogël? Gënjeshtër. Ti gënjen, zonja Agate. Babi tha në telefon dje që Vera është gjëja më e mirë që na ka ndodhur. E dëgjova. Nuk e dëgjove. Po, e dëgjova. Dhe ti qëndroje pas derës së kuzhinës dhe përgjoje. Të pash në pasqyrën mbi sobë. U fshehe si një bubuzhel. Një nga shoqet I hapi sytë. Agate, a ishe duke përgjuar pas derës? O Zot! Kjo fëmijë po trillon. Nuk po trilloj. Ti ke pasur këpucë të arta. I pash. Agate u skuq deri në vesh. Gishtat e saj e shtrënguan ripin e çantës më fort. Një nga shoqet shikoi orën. Më duhet të shkoj. Po, edhe mua. Të 3 u zhdukën së bashku, shpejt, duke bërë sikur kishin nxitim. Ata u zhdukën në shkallët lëvizëse. Agate mbeti vetëm në mes të rreshtit. Takat e saj nuk dëgjoheshin më sepse ajo nuk mund të lëvizte. Këtë do ta paguash, fërshëlleu ajo kundër Veras. Ullët, helm I pastër. Ti e qëllove veten në këmbë, zonja Agate. Valentina tërhoqi dorën e Veras. Eja, mami. Ajo eci përpara Agates, përpara të gjithëve në qendrën tregtare që ishin ndalur për të parë. Aleksandra mbante dorën tjetër të Veras. Eja, mami. Të dyja e tërhoqën Verën andej. Vera nuk shikoi prapa, por ndjeu peshën e urrejtjes së Agates që digjej në shpinë deri në fund. Në makinë, Valentina filloi të qaj. E dashura ime, çfarë ke? Ne të thirrëm mami para saj. Është në rregull. A do të na dëboj babi? Pse do të dëbonte, e dashura ime? Sepse ne tham kështu. Vera e tërhoqi vajzën në prehër. Aleksandra u shtyp kundër saj në anën tjetër. Më shikoni mua. Të dyja. Shikoni. Ato dy ngritën fytyrën. Babi juaj nuk do t'ju dëboj sepse më quani mami. Nëse më dëbon, do të jetë për një arsye tjetër. Por jo për këtë. Si e di, pyeti Aleksandra. E di. I besoj atij. Ishte hera e parë që Vera e tha atë fjali. Ajo vet u habit nga fjalët që I dolën nga goja. Makina u kthye drejt Stermalm. Porta u hap. Vera doli me vajzat, një në secilën anë, zemra e saj duke rrahur, gati për t'u përballur me çfarëdo që vinte. E vetmja gjë për të cilën nuk ishte e përgatitur ishte ajo që pa në dhomën e ndenjes. 3 valixhe gjigande, të një marke që kushton po aq sa një makinë e re, të grumbulluara në mes të tapetit persian. Agate ishte ulur në divan, këmbët e kryqëzuara, duke lexuar në celularin e saj sikur asgjë nuk kishte ndodhur në qendrën tregtare. Dhe Fredrik qëndronte te dritarja me shpinë nga dera. Elsa u shfaq në korridor me peshirin e kuzhinës në dorë. Ajo I bëri një shenjë Verës. Vera u përkul në nivelin e vajzave. Elsa do t'ju bëj pak shurup. Jo, mamaja Vera, nuk duam. Shkoni tani. Pak minuta, tha Vera. Valentina protestoi. Aleksandra e tërhoqi motrën e saj për dorë dhe e ndoqi Elsën në kuzhinë. Pikërisht para se të zhdukej në korridor, ajo e shikoi Verën dhe ngriti gishtin e madh. Vera hyri në dhomën e ndenjes dhe u vendos pranë valixheve. Fredrik. Agate foli pa e ngritur shikimin nga celulari. Tani e punësuara jote është këtu.
Fredrik u kthye. Agate, këto janë valigjet e tua. Po, janë të mia. Dhe unë po iki tani, e dashuri ime, nëse nuk e rregullon këtë. Çfarë do të thuash? Dëboje këtë grua tani, para meje. Dhe pastaj ne martohemi në dhjetor, siç kemi rënë dakord. Ora e murit në dhomën e ndenjes bëri 3 goditje. Askush nuk tha asgjë për atë që dukej një përjetësi. Fredrik e shikoi Verën. Vera e shikoi atë pa kërkuar asgjë, pa ikur. Agate, e dashura ime. Vera qëndron. Agate qeshi. Një e qeshur e shkurtër, e mos besuese. Vera qëndron. Ti je ai që ike. Ajo e lëshoi celularin në divan. Fredrik. Për shkak të një pastruese? Nuk është për shkak të saj. Është për shkak të vajzave të mia. Vajzat e tua manipulohen. Vajzat e mia janë të lumtura. Vajzat e mia flen pa u zgjuar në mes të natës dhe pa bërtitur. Vajzat e mia kënduan në mëngjes dje. Kënduan, Agate. Një këngë nga një telenovel. Një gjë që unë nuk e kam dëgjuar kur në këtë shtëpi. Fredrik, të lutem. Dhe më shumë se kaq. Aleksandra më tregoi krahun me shenjën e gishtave të tu. E pash. Bëra sikur për 2 ditë se nuk isha i sigurt, por jam. Agate u ngrit ngadalë nga divani. Mjekra e saj dridhej për një sekond para se të ngurtësoj. Fredrik, unë tashmë e shpjegova. Fëmijët trillojnë. Fëmia im nuk trilloi. Ti beson një 5 vjeçare kundër të fejuarës sate? 1000 herë më mirë. Agate u bë e zbeth. Fytyra e saj ndryshoi brenda 2 sekondash. Nga dominuese në viktim. Lotët erdhën të mëdhenj dhe të rumbullakët, pa e lyrë grimin. E dashuri ime, jam e hutuar. Ti je e hutuar. Kjo grua të ka ma gjepsur. Agate, mendo për të ardhmen ton. Për vilën në Toskan. Për të gjitha planet tona. Nuk të dua. Ajo ndaloi. Loti u ndal. Në mes të lëvizjes. Çfarë tha? Nuk të kam dashur kur. Mendova se do të përshtateshim sepse kishim të njëjtin kalendar, të njëjtat kompani eventesh, të njëjtat rrethe shoqërore. Mendova se pas asaj që ndodhi me Johana, nuk do të ndjeja më kështu. Por po ndjej. E ndjej këtë shtëpi, çdo ditë. Thjesht nuk është për ty. Vera uli shikimin. Duart e saj ishin shtrënguar fort rreth përparses. Agate e shikoi atë. Për të? Për atë? Kjo nuk të përket ty. Do të shkatërroj, Fredrik. Bëje. Shtypi, gjykata, çfarë të duash. Nuk kam asgjë për të fshehur. Agate mori çantën e saj nga divani, celularin e saj. Kaloi pranë Veras, u ndal. Ti je më budalla se sa dukesh, vajzë. Burrat e pasur nuk qëndrojnë me dikë si ti kur ai të mërzitet me ty, të hedh siqen. Vera ngriti mjekrën. Mund të ndodhë që ai të më hedh mua, zonja Agate, por kjo nuk ka të bëjë me ty. Agate pshertiti. Takat klikuan, klik, klik, klik drejt derës. Shoferi, i cili e kishte kuptuar tashmë se çfarë po ndodhte, i nxori 3 valigjet e mëdha në heshtje. Dera u përplas. Porta u mbyll. Shtëpia u bë e qetë. Fredrik e shikoi Verën. Vera qëndroi aty, duart e saj ende shtrëngonin përparsen. Fredrik, nuk kishe nevojë ta bëje këtë për mua. Mos më thirr doktor, të lutem. Fredrik. Nuk e bëra për ty, e bëra për vajzat e mia. Ajo uli shikimin. Dhe për veten time. Vera ngriti shikimin. Ai bëri një hap përpara, u ndal. Vera, nuk di të bëhem i dashuruar. Nuk di si të afrohem. Nuk di asgjë për këtë që kur isha 25. E di vetëm se nuk duroja do të shija atë grua në divanin tim më gjallë. Dhe unë flem më i qetë që kur ti erdhe në këtë shtëpi. Vera hapi gojen. Asnjë zë nuk doli. 2 koka të vogla bjond u shfaqen në hyrje. Elsa na lëshoi, tha Valentina. A iku gënjeshtarja, pyeti Aleksandra. Po, tha Fredrik. Ajo iku për gjithmonë. 2 vajzat vrapuan brenda.
Përqafuan babajnë e tyre, përqafuan Verën. Të katër qëndruan në mes të dhomës. Valentina mori dorën e babait të saj dhe e vuri mbi dorën e Veras. Ja, tha ajo. Tani është në rregull. Aleksandra, serioze, e shikoi Verën. Mami, a është në rregull? Vera e shikoi Fredrikun. Fredrik e shikoi atë. Ata nuk than asgjë, por gishtat e tyre u ndërthurën me të saj. Është në rregull, e dashura ime. Atje jashtë në korridor, në qilar, Elsa qëndronte dhe shikonte. Peshiri i kuzhinës shkoi në cep të syrit. Ditët pasi Agate u largua ishin të ndryshme. Të mira, por të ndryshme. Ishte sikur e gjithë shtëpia kishte nxjerrë një frymë që kishte mbajtur për vite. Elsa gumëzhinte një shlager të vjetër në kuzhinë. Shoferi tregoi shaka rrugës për në shkollë. Kopshtari Kalle mori një copë borziloku dhe e mbolli pranë hyrjes. Era u përhap në të gjithë shtëpinë. Fredrik ndryshoi. Filloi të vinte në shtëpi në orën 5 të pasdites, saktësisht në 5. Anuloi takimet për të qenë në shtëpi në atë kohë. Vajzat vrapuan drejt derës kur dëgjuan makinën. Ai u përkul, i mori një në secilin krah dhe i puthi në ballë. Por me Verën ai u bëi ngurt. Ai ndalonte në hyrjen e kuzhinës, fillonte një fjali, hiqte dorë. Dora e tij prekte të sajën pa dashje dhe ai e tërhiqte shpejt sikur ishte djegur. Vera gjithashtu u bë e ngurt. Ajo kishte frikë. Frika për të, frika për veten, frika nga ajo që të tjerët do të thoshin. Një të enjte, ajo po varte rrobat e vajzave në kopsht. Fredrik doli pa kravat, mëngët e këmishës të përveshura. A mund të ndihmoj? Vera e shikoi dhe e mbajti një të qeshur. Ti, të varësh rroba? Pse jo? A je miliarder? Dhe çfarë? Miliardierët kanë krah? Ajo qeshi. Ai qeshi gjithashtu. Ai mori një bluzë roz nga shporta dhe e vari me buzën lart. Është gabim, tha ajo. Gabim? Buza poshtë, përndryshe kapset e rrobave lën shenja. Ah, tha ai dhe e vari përsëri. Dora e tij preku të sajën. Të dy u ndalën. Vera ndjeu faqet e saj që digjeshin. Ajo shikoi larg. Fredrik, duhet të flasim. E di. Nuk mund të qëndroj në këtë shtëpi pa ditur se çfarë jemi. Nuk flen natën. As unë. Dielli po perëndonte pas murit të lartë. Fredrik u ul në stolin prej guri në kopsht, duke e përkëdhelur vendin pranë tij. Vera u ul duke lënë një hapësirë pëllëmë. Vera, dua të tregoj diçka për nënën e vajzave. Vera mbajti frymën. Quhej Johanna. U martuam kur isha 25 vjeç. Ajo ishte dentist. Kujdesej për njerëzit që nuk kishin para për trajtim dentar, një herë në javë falas. Do të kishe pëlqyer atë. Vera buzëqeshi dobët. Ne u përpoqëm të kishim fëmijë për 3 vjet, asgjë nuk ndodhi. Kur më në fund ndodhi, ishin 2. Mjeku tha se ishte një shtatzëni e rrezikshme. Ajo pushoi për 6 muaj. Gjithçka dukej mirë. Ditën e lindjes pati komplikime. Ata u përpoqën, por nuk mundën ta shpëtonin atë. Ajo vdiq të njëjtën ditë që lindën vajzat. Vera ngadalë zgjati dorën dhe ja vuri në të tijën. Unë isha një vit pa mundur t'i shikoja vajzat siç duhet. E di që është e shëmtuar, e di që është e tmerrshme, por sa herë i shija Johanna duke vdekur. Pastaj punësova dado, shkollë, gjithçka që mund të blihej. Mendova se isha një baba i mirë. Ai ktheu fytyrën. Sytë e tij ishin të kuq. Pastaj një ditë, ato 2 u zhdukën dhe kur i gjeta, po qeshnin. Ato qeshën, Vera. Kanë kaluar 5 vjet që kur i kam dëgjuar ato 2 të qeshin së bashku. Të qeshin vërtet. Vera, ti hyre në për atë derë dhe, pa e kuptuar vetë, ja ktheve jetën kësaj shtëpie. Ti ma ktheve vajzat e mia dhe në një mënyrë që nuk mund ta shpjegoj, ti më zgjove edhe mua. E di që po kërkoj shumë, por nuk dua të qëndrosh këtu vetëm si dado e tyre. Dua të qëndrosh si gruaja që je. Gruaja që kam mësuar ta dua si pjesë e familjes tonë. Vera fërkoi fytyrën. Lotët rridhnin lirshëm. Fredrik, unë kam një nën të sëmur në Rinkeby.
Isha pastruese, tani jam dado. Miqt e tu do të qeshin me ty. Le të qeshin. Nënat në shkollën e vajzave do të pëshpëritin pas shpine. Le të pëshpëritin. Unë nuk di të ha me 3 pirun të ndryshëm. Do të mësoj. Duhet vetëm një pirun. 2 të tjerët janë vetëm marrëzi. Ajo qeshi. Një e qeshur e ngrohtë, e lartë. Jam e friksuar, Fredrik. Edhe unë, Vera. Por unë do të jemi friksuar pranë teje. Jo në distancë. Ai u kthye nga ajo. Shikimet e tyre u takuan. Fredrik u përkul ngadalë përpara dhe vuri ballin e tij kundër saj. Ata qëndruan ashtu për një kohë. Puthja erdhi ngadalë, e vogël, pothuajse sikur kërkonte leje. Pas gardhit të kopshtit, 2 koka të vogla ishin duke parë. Elsa mbante dorën para gojës për të mbytur të qeshurën. Po puthën, pëshpëriti Valentina. A do të bëhet mamaja jon për gjithmonë? Besoj, tha Aleksandra. Beson? Jo, jam e sigurt. Elsa i mori vajzat për dorë. E jani, vajza. I lëm të rriturit. A mund të quajmë mami tani? Pyeti Valentina. Oh, e dashura ime, ju e keni quajtur prej kohësh. 2 vajzat buzëqeshën dhe kërcyen prapa në kuzhinë. Fredrik mbante dorën e Verës. Vera, qëndro me mua. Vërtet. Ajo ul për një kohë duke parë kapsen e rrobave, e cila tani ishte bërë një simbol i diçkaje shumë më të madhe. Ajo ndjeu ndryshimin midis lëkurës së tij dhe asaj të sajën, të shënuar nga vitet e punës së rëndë. Dielli po perëndonte ngadalë pas murit të vilës. Unë qëndroj. Kaluan 6 muaj. Vila nuk ishte më e njëjta. Ai që hynte për herë të parë tani nuk do të besonte se kjo shtëpi dikur kishte qenë e heshtur. Lodra në tapetin e dhomës së ndenjes. Vizatime në derën e frigoriferit të fiksuara me një magnet në formë kumbulli që Margareta kishte dërguar. Argjilë e thare e ngjitur në cepin e banakut të kuzhinës që Elsa përpiqej të hiqte me thikë. Era e pjekjeve të freskëta që vinte nga furra 3 herë në javë. Rroba në papafingo. Dhe një qen. Po, një qen. Një qen i vogël i rrugës me ngjyrë të artë që Vera kishte gjetur të braktisur në Birger Jarlsgatan dhe e kishte sjellë fshehurazi në një qese ushqimore. Fredrik e zbuloi 2 ditë më vonë, kur ajo i kishte përtypur këpucët e tij italiane prej lëkure. Ai do të bërtiste, por shikoi vajzat dhe nuk e bëri. Qenit i vun emrin Kokoshka dhe u bë mbretëresha e shtëpisë. Nëna e Veras, Margareta, ishte më mirë. Fredrik pagoi për një mjek privat ilaçe të importuara, një specialist. Diabeti i Margaretës ishte qetësuar, ajo mund të ecte pa shkop përsëri. Tani ajo vinte në vilë çdo të diel. Ajo vinte me një kuti ushqimi plot me qofte sepse ato të Elsës ishin të mira, por të sajat ishin më të mira. Dhe Elsa bënte sikur zemërohej. Ato 2 ishin bërë shoqet më të mira dhe shikonin seriale së bashku pas diteve. Një të shtunë pas dite, pati një fest në kopshtin e vilës. Ditëlindja e 6 e vajzave. Nuk ishte një ngjarje e shtrenjtë, vetëm familje. Margareta, Elsa, shoferi, kopshtari Kalle, vëllai i Fredrikut që kishte qenë larg për 8 vjet por tani po kthehej. Dhe 7 shok nga shkolla. Tort, toptha, çokolate, hot dog dhe kokoshka. Sigurisht kokoshka. Ishte bërë tradit. Valentina erdhi me vrap me fustanin e saj të verdhë. Aleksandra pas me një fustan të ngjashëm që kishte një xhep. Asaj i pëlqente të kishte një xhep për të ruajtur gjërat. Mami, kokoshka hëngri topthin e çokolatës. Vera e lëshoi shportën e bukës. Kokoshka. Qeni vrapoi larg me çokollatë në fytyrë dhe bishtin duke tundur nga lumturia. Të gjithë qeshën. Fredrik ishte ulur në një karrige druri në pemën e madhe të mollës. Ai shikoi skenën. Zemra e tij bëri atë shtrëngim të bukur që ai kishte mësuar ta dallonte. Vera erdhi dhe u ul në bar pranë tij. Ajo kafsh, do të më vras. Jo, nuk do. Ai të do ty. Ai do topthat e çokolatës. Fredrik e mori dorën e saj. Nuk ishte më aq e ashpër. 6 muaj kishin kaluar që kur ajo kishte lënë të pastronte dyshemel. Ai e mbajti fort.
Ata të dy kishin qenë çift për 6 muaj pa e fshehur. Vajzat e kishin festuar me një vizatim të madh. Të katër duke mbajtur duart në një diell të madh. Vera, dua të pyes diçka. Nëse ka të bëj me heqjen e qenit nga divani, jo. Ai qeshi. Nuk ka të bëj me këtë. Ai kërkoi në xhep dhe nxori një kuti të vogël prej kadifeje. Të vjetër, të konsumuar në skaje. Vera i hapi syt. Fredrik, kjo nuk ishte e Johannes. Dua të jem i qartë. Ishte e gjyshes sime. Ma dha para se të vdiste dhe më tha t'ja jepja gruas së duhur. E kam ruajtur për 9 vjet. Nuk i ka shkuar askujt deri tani. Ai e hapi kutin. Një unas e thjesht prej ari të verdh me një gur të vogël blu, pak të konsumuar. Gjyshja ime ishte roba qepse dhe rriti 7 fëmijë. Këtë gur e mori nga gjyshi im kur ai ishte ende djalë qumështi. Ishte gjithçka që zotëronte. Vera mbajti dorën para gojës. Vera, do të martohesh me mua? 2 vajzat, të cilat bënin sikur luanin fshehurazi pranë pemës së mollës, thirrën para se Vera të mund të përgjigjej. Po, mami, po. Të gjithë shikuan. Margareta shtrëngoi dorën e Elsës. Elsa e çoi peshirin e kuzhinës të syt dhe këtë herë ai u kthye i lagur. Vera qau dhe qeshi në të njëjtën kohë. Po, Fredrik. Dua. Ai e vendosi unazën në gishtin e saj. Përshtatej në mënyrë perfekte. Vajzat u hodhën mbi të dy. Të katër ranë në bar. Kokoshka erdhi me vrap dhe i lëpiu në fytyrë. Aleksandra e la ta bënte. Valentina protestoi, por në fund e la edhe ajo. Margareta e shtyu Elsën. Shiko, Elsa. Vajza ime u bë princesh. As pak, Margareta. Ajo u bë nën. Të dy gratë u përqafuan në pemën e mollës për një kohë të gjallë. Fredrik e mori fytyrën e Veras midis duarve të tij dhe vendosi ballin e tij kundër saj. Faleminderit që u përplasëm me vajzat e mia atë ditë. Faleminderit që më lejove të qëndroj. Valentina futi kokën midis tyre. Edhe unë, pra. Edhe ti, e dashura ime. Aleksandra erdhi nga pas me krahët e kryqëzuar. Serioze. Më në fund, Fredrik e tërhoqi atë në prehër. Ai e puthi në ball, puthi vajzën tjetër në ball, puthi dorën e Veras. Në anën tjetër të kopshtit, shoferi hoqi kapelën. Ai shikoi lart në qiell, fshiu shpejt një lot nga cepi i syrit dhe e rivuri kapelën. Zonja Johanna, tha ai në heshtje, që askush të mos e dëgjonte. Tani gjithçka është mirë. Ti mund të pushosh. Një fllad i lehtë kaloi në përpemën e mollës. Një gjethe ra në preherin e Valentinës. Ajo e mori dhe e futi në xhep. Përgjithmonë, pëshpëriti ajo. Përgjithmonë. Miqtë e mi, çfarë historie prekse. Më thoni, nga po na ndjek sot? Ndani në komente. Një përqafim të madh për të gjithë ju dhe paçi një ditë të bekuar. Mos harroni të pëlqeni dhe të abonoheni. Shihemi së shpejti.